Gjykata kushtetuese kanë vendosur ditën e sotme që të mos pranojë, po themi, kërkesën e kryeministrit Rama lidhur me ankimin që kishte bërë për pezullimin e Belinda Ballukut pas vendimit që kishte marrë gjykata e posaçme. Në fakt ka qenë një votim 4-4 në gjykatën kushtetuese e përrjedhoi po themi pranimi i kërkesës së zotit Rama nuk ka kaluar pasi duhet një quorum prej 5 votash. Për të folur mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, çfarë do thotë ky vendim i gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese për shkak se nuk arriti quorumin e dur 5-3 ose 8 në rastin konkret, në rast se do të pranonte kërkesën e kryeministrit për të deklaruar kompetencën apo jo, ne duhet kemi parasysh që quorumi është i nevojshëm për shkak se gjykata kushtetuese me pranimin e kërkesës ankimit të kryeministrit do dalë me një praktik unifikuese për sa i përket masave të tjera të sigurisë që ka të bëjë me pezullimin e detyrës. Kjo është treguesi i qartë që gjykata kushtetuese lën në fuqi vendimin e GKK-s, duke thënë që nesër në të ardhmen mundet një prokuror të pezullojë dhe kryeministrin e vendit nga detyra dhe pa qenë e nevojshme për të kërkuar një autorizim nga kuvendi. Për mendimin tim, në aspektin juridik, duhet kemi parasysh që gjykata kushtetuese nuk ka marrë në konsiderat në 7 të kushtetutës për ndarjen e balancimin e pushteteve, duke parë si një nga gjërat më tronditse për sa i përket aspektin kushtetues, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që zoti Rama ka numrat e nevojshme përfshi Partinë Socialiste dhe Partinë Social-Demokrate për të bërë ndryshime në organizimin dhe funksionimin të gjykatës kushtetuese, por i duhen dhe i nevojiten dhe bashkëpunimi politik me zotin Berisha për sa i përket ndryshimeve kushtetuese kur ai do ta ketë të nevojshme për shkak se tani e tutje vetë reforma që zoti Rama ka dalë në publike dhe ka thënë që ka qenë ai nismëtari dhe ai guximtari për një reformë të tillë, sot doli në kundërshtim me aspektin e deklarimit të kompetencës apo jo të kryeministrit për sa i përket vendimarrjes së gjykatës kushtetuese. Për mendimin tim, zoti Rama duhet të shikojë edhe një herë, të reflektojë nga e para qëndrimet e tij në raport me drejtsinë e re, të shikojë në rast se kjo drejtësi është ashtu siç ai mendon, e pavarur e paanshme, pra një drejtësi e cila ka guximin të marrë vendimarrje në raport gjithmonë me të vërtetën. Prandaj ajo që unë mendoj për rastin e zotit Rama tani e tutje, është që ai duhet të shikojë në vazhdimsi në rast se SPAK-u do të jetë një armiku i tij politik apo do të jetë një armiku i tij juridik penal, sepse duhet kemi parasysh që goditja nga SPAK-u numri 2 të qeverisë Rama është një lojë e mirë menduar, e mirë organizuar, që zoti Rama të heqë nga lista e tij në mënyrë procedurale dhe të pastër politike zonjën Balluku. Duhet keni parasysh që manuali 1944-s, për shkak se është një manual i vjetër, është shndërruar një manual i ri, i cili ka si zakon të ndjek procedurat dhe të bëjë lojën më të mirë procedurale, që do të thotë duke vonuar për të dalë në një vendimarrje. Zoti Rama do t'rregojë te zonja Balluku që unë bëra gjithçka që mos të shkarkoj nga detyra, pavarësisht se një prokuror merr vendimarrje për të bërë çfarë? Pezullimin nga detyra të një zëvendës kryeministre dhe një ministre. Zoti Rama luajti viktimën dhe përsëri zoti Rama mund të përdori viktimizimin përpara zonjës Balluku, por nuk mund ta përdori më në aspektin ndërkombëtar. Do thotë që zoti Rama duhet të gjejë një qendrim
një manual tjetër për sa i përket mënyrës se si do të qeverisi vendit, sepse nga tani e tutje tek zoti Rama mungon zëvendës kryeministri dhe ministri i infrastrukturës dhe energjetikës. Avokat, me këtë vendim, a mund të ndodhë që në një të ardhme një gjykat, po themi, sidomos gjykata e posaçme, bashkë me i prokurorët posaçëm të pezullojnë zotin Edi Rama nga posti i kryeministrit? Në rast se një prokuror është i atashuar pranë shërbimeve serbe, shërbimeve kineze, pranë shërbimeve ruse, mundet në çdo moment me një pakt midis një prokurori dhe një gjykatësi të marrin në qafë stabilitetin politik të vendit. Nuk flas për zotin Rama, por flas për çdo kryeminist të Shqipërisë. Pra një fuqi e huaj mund të ndërhyjë në punët të brendshme të një vendi duke vepruar në mënyra të tilla siç është pezullimi nga detyrat të një funksionari publik i zgjedhur, i cili është i emëruar nga kryeministri për shkak të rezultatit zgjedhor. Duhet kemi parasysh që zoti Rama tani e tutje në aspektin procedurial penal është më i rrezikuar se deputeti i thjesht. Edhe më lejoni pse është më i rrezikuar se deputeti i thjesht. Se në rast se deputeti të thjesht mund t'i bësh kontroll banesën për paraprakisht me autorizim nga kuvendi, duhet keni parasysh që me pezullimin e ministrit apo kryeministrit nga detyra, në çdo moment një prokuror në bashkëpunim me një gjykatës mund të marrë një vendimarrje të tillë. Mos harroni edhe një fakt tjetër që është akoma më intrigues, që nesër çdo politik e jashtme ose influenca të jashtme që mund të kenë për të krijuar trazire në stabilitetin politik të vendit, mundet të aplikojnë formën e presionit ndaj magjistratëve për të ushtruar ndikim te politikbërja e vendit. Pra, reforma në drejtësi goditi sovranitetin e vendit dhe fajtor lidhur me këtë cenim të sovranitetit të vendit është pikërisht zoti Rama, sepse zoti Rama heshti në rastin e procedimit penal të zotit Berisha. Pse heshti? Se kur e drejta është një ndër bazët themelore për sa i përket kushtetutës së vendit tonë dhe autorizimi që duhet marrë prokurori për të vendosur një masë sigurie ndaj deputetit, siç është ajo e detyrim paraqitjes, vetë zoti Rama heshti ku ishte në rastin e zotit Berisha. Prandaj, nga heshtja e tij, sot jemi në faktin konkret ku gjykata kushtetuese që ai vet ka kërkuar që të jetë një gjykatë kushtetuese kontrolluar nga ai, sepse vetë ka thënë me krenari që jam krenar për reformën, jam krenar për magjistratët që kanë vendosur, është pikërisht kjo reformë që e vendosi zotin Rama vulnerabël në aspektin penal. Për herë të parë në historinë politike, juridike, demokratike në vendin ton, një kryeministër është në një situatë kaq shumë të rrezikshme për qëndrueshmërinë e tij në karrike. Jo vetëm zoti Rama, por çdo kryeministër pas zotit Rama në çdo moment. Avokat, e prisni këtë vendim gjykatës kushtetuese? Jo, nuk e prisja këtë vendim, sepse unë publikisht kam deklaruar qartazi që ndarja dhe balancimi i pushteteve duhet të jetë gjithmonë në raport me kushtetutën dhe jo që ligji procedurial penal të mbizotrojnë mbi kushtetutën. Personat të zgjedhur vendor, por edhe ata në mënyrë si zgjidhen qendror, pra deputetët. Pikërisht sistemi demokratik i yni vjen dhe buron nga kuvendi. Sovranitetin qytetarët e kanë dhënë tek kuvendi dhe kuvendi përmes përfaqësuesve të sovranit vendosin dhe qeveria formohet nga deputetët të cilët janë vot besuar
nga sovrani. Nuk e prisja kur që një gjykatë kushtetuese të injoroj sovranitetin, të injoroj të gjitha ato aspektet juridiko-penale demokratike të vendit, duke mos marrë një vendimarrje. Mosformimi i korumit 4-4 në kuptimin procedurial, duke mos dhënë gjykata kushtetuese një qëndrueshmëri për sa i përket aspektit të jurisprudencës së saj, në praktikën në të ardhme do të jetë edhe ajo në aspektin vulnerabël. Pra, do të thotë që nesër politika shqiptare, pra Partia Socialiste, Partia Demokratike, mund të bëjnë një marrëveshje të mundshme për të vendosur kufi dhe për të vendosur gjykatën kushtetuese në shinat e duhura interpretuese guximtare për vendimarrje. Prandaj, kjo vendimarrje për mua nuk ishte e pritshme, por duke ditur që gjykatësit tanë, edhe ata të zakonshëm për e të posaçmit, por e gjykatës kushtetuese, mendojnë se një vizë, një azil do të jetë për ata një mbrojtje, por duhet dinë ata dhe shumë të tjerë që sovraniteti i Republikës Shqipërisë nuk mund të cenohet nga influencat e huaja serbe, ruse dhe kineze. Zotë Zhvillima, me këtë zhvillim a besoni që po shkojë drejt një qeverie teknike? Në këto momente besoj se mund të shkojmë në çdo lloj marrëveshje midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Por unë jam i bindur që qeveria teknike do bëhet vetëm për dy gjëra. E para është në rast se do të kemi një krizë ekonomike financiare në vendin tonë, që patjetër duhet kërkohen masa dhe ato masat financiare nuk mund t'i marri vetëm një parti politike dhe kërkon dhe aleancën e partive të tjera politike parlamentare, dhe e dyta, një qeveri teknike e cila do ketë në horizontin e saj integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe persona të cilët do të jenë në përbërjen e qeverisë teknike që do të japi çfarë? Do të japi të qytetarët figura të reja në formimin e qeverisë, që dy partitë kryesore dhe kryetarët e tyre respektiv, Sali Berisha dhe Edi Rama, thjesht përmes deputetëve të tyre do të japin votbesimin e tyre në parlament, por nuk do të jenë ata të cilët do të udhëheqin qeverinë teknike. Mendoj se Shqipëria në rastin konkret do të vi në situatat pas 91-shit. Nuk dua të them vitet e tjera, por mendoj se Shqipëria po rivendoset në një situatë të 1991-shit në vazhdim. Nuk është gjë e mirë, për shkak se demokracia vendoset gjithmonë brenda një kuadrit zgjedhor demokratik dhe në respektim gjithmonë të institucioneve, por duke qenë se jemi mësuar vazhdimisht të ndikojmë nga të huajt dhe vetë zoti Rama i ndikueshëm nga të huajt, dhe kjo ngjarje e sotshme tregon qartësi që ndërkombëtarët mund të ndërhyjnë duke imponuar tek Partia Socialiste dhe Partia Demokratike një qeveri teknike.